KLG-ja ka kërkuar mbrojtjen e policisë në sallë, që besoj gjëja më minimale jo për gjyqtarët më, po unë do jam palë nesër private, dhe jam plagosur dhe 2 qytetarë aty. Qytetarë të palës. Ka deklaruar, më falë, Besarti ka deklaruar përpara organeve ligjzbatuese autori i krimit që unë kam shkuar çdo herë me koburën brez. Kjo ka qenë dëshmia që ka dhënë. Dhe plasi kur po lexoj, por përveç se vrasjes së një gjyqtari i shpreh ngushëllimin më sinqert të familjes së tij dhe i ka qenë në shërbim të Republikës së Shqipërisë kur e ka dhënë atë vendim, për mua e tmerrshme është të plagosen mbi të gjitha pjesëtar pala tjetër në një gjyq. Çfarë garanci ne japim qytetarëve tani, përveç se 15 deri 20 vjet që duhet presin për vendimin, por dhe mund të shkosh të vritesh të plagosësh. Çfarë garanci do të japim gjyqtarëve që nesër të dalin punë? Si të dalin? Pas gjithë saj, se janë të ekspozuar. Atëherë gjyqtarët janë pushteti i tretë i këtij vendi, një kështyll që duhet të jetë e pavarur dhe ka funksionin e tij kushtetues dhe funksional të këtij shteti, që të mund të kërkojnë grevurie. Grevë, mos dalin punë, pra grevë. Besar, ti the me të drejtë. Derisa të ndryshojnë kushtet. Ti the me të drejtë që kujt po ja drejtonte zoti Sadushi. Le ta ndjekim pak, mund ndihmo pak me pesën. Sa është ora? 9:48. Nuk e di, është zgjuar inspektori i lartë i drejtësisë, po mbase zgjohet edhe më dëgjon. Është shumë e rëndë kjo. Edhe mos bëjnë gabim të vinë kërkojnë telefonin tim. Unë ndesha me një vendim të një prokurore, zonja Gjeli, që më la pa fjalë. Unë i kam kërkuar Ministrisë së Drejtësisë të veproj menjëherë ndaj zonjës Gjeli, dhe e cila është e padenjë për të qenë e paguar nga taksapaguesi shqiptar si prokuror. Pavarësisht se rrugës na del dhe ndonjë si një gjykatës i pacip, e tani del ky tipi edhe vëma sigurie për ata që kanë ndërtuar komplet pa leje. Kush tallet me interesat e shtetit dhe përqesh ligjin, duke e përdorur pavarësinë e drejtësisë si pavarësi nga vetë drejtësia, e duke dhënë vendime haptazi të palishme në dëm të interesit publik, do të përballet me keqbërjen e vet, jo vetëm në organet e lartë përmendura të vetë qeverisjes së gjyqësorit, po edhe në sytë e opinionit publik. Klodi, me qëra fjala se pash edhe gazetari jemi thirrur dhe ne në kaos, por gjithsesi janë në shtëpi kemi arritur. Kjo është qesharake, ë? Qesharake, po e them se nuk qajmë dot, po është për të ulorir.